Atër i kthehemi në minutazhin në vazhdim që kemi dedikuar kësaj hapësire fakt të situatës shumë dramatike, sepse lufta dhe paqja ka kulminacionet e veta. Tani akoma dhe sot flitet me gjuhën e luftës, sepse një katastrofë kaq e madhe, një operacion kaq spektakular nga njëra anë, e shef ana fitimtare, e shef si një gjë jashtëzakonisht spektakolare, kësa ana humse e përjeton me një dhimbje shumë thellë. Lugjina, si mendon, kush do të jenë në rrjedhimet? I kam lidhjet akoma? Okej, kur t'i kem do t'i shoh. Si e shef rrjedhimin? Unë mendoj që ky sulm ishte një testim apo një çmontim i të gjithë asaj fabulës së deterencës nukleare apo të kërcënimit nuklear që vinte nga Putin. Dhe tregoj fare qartë që Pra ata që nuk e din të luan se përdor një term që quhet deterencë nukleare, bërthamore, që njerëzit nuk e kuptojnë se thotë deterencë, që është një strategji që, nëse thosh, duke patur armë shkatrimit gjigant në masë, nuk lejon luftën, blokon luftën. Po ta përkthejmë se deterencë është në fjalorin tuaj. Me thënë të gjithë strategjinë e përmbajtjes apo frikën nga një konflikt bërthamor që ishte krijuar të paktën në këto 3 vite e më shumë të luftës, duket sikur çmontohet pasi tregoi pikërisht atë paaftësinë dhe mungesën ndoshta e përgjigjes dhe të gatishmërisë nga ana e Rusisë për ta parandaluar këtë sulm. Ajo që unë shoh është që i gjithë ky testim i forcës nukleare të Rusisë do të ndryshojë tashmë edhe bisedimet në tavolinë për arritjen e një paqe. Mendoj që nëse deri në emisionin e kaluar deri flisnim që Ukraina nuk ka më asnjë kartë, tashmë Ukraina ka një avantazh dhe mund të negociojë pak më ndryshe në tavolinë për të gjitha kërkesat që Rusia ka vendosur. Megjithatë, ashtu sikur se kemi dëgjuar dhe këto ditë, mendoj që prania e Trumpit do të ndryshojë sërish të gjitha balancat e fuqisë në këtë sens dhe mendoj që Trumpi tashmë do të jetë një prezencë e pashmangshme në tavolinë, edhe pse kam frikë që kërkesat më të mëdha që Moska ka kërkuar nuk është se do të zhbëhen dhe Ukraina patjetër do të dali disi e humbur, por nuk do të jetë aq maksimale në kërkesat e Rusisë. Misha, si e gjykon nga eksperienca jote nga njohja mirë e psikologjisë ruse, ke shumë vite që jeton aty dhe punon si gazetar dhe shumë gjëra tjera, si do jetë reagimi i Putinit? Bombardime, shkallëzim bombardimesh, ofensiv ndaj Ukrainës, do ketë një hakmarrje? Mendoj që hakmarrje do ketë patjetër dhe një hakmarrje me përmasa të përbindshme, por ajo nuk mund mos të ndodhë për një herë, nesër mbas nesër, por domethënë ajo do të bëhet patjetër, duke pasur parasysh se si përmasa të përbindshme, po kufizo pak. Se përmasa të përbindshme... Për shembull, sistemi energjetik, sistemi i furnizimit të gazit, domethënë në ato ministritë e Secret Service që janë aty, për shembull në Kiev, të gjitha domethënë në njëkohësisht domethënë goditje në arteret rrugore, kurorëve ndoshta. Domethënë çfarë unë nuk mund të gjykoj ato që ata do godasin, por me sa kam dëgjuar sot do të mbledhet Këshilli i Sigurimit rus dhe ndoshta nga atje do të merren masa dhe vendime që lidhur me këto gjëra. Pritet që domethënë rebeshi i këtyre goditjeve të vijë mbi Ukrainë ditët që vijojnë. Kjo është gjëra anë e medaljes. Kjo është gjëra anë e medaljes, por do ketë kputje kokash, do ketë përgjegjës për këtë gjë se tani Ukraina në luftë është. Ka pësuar dhe bombardime pa fund të periudhë. Ka patur edhe reagime të tilla për shembull nga Duma ruse, pra parlamentarët rusë kanë thënë që kanë deklaruar që kush janë përgjegjës për këtë humbje katastrofike të avionëve, nuk mund të vihet për shembull faj vetëm një komandant i bazës ajrore, apo domethënë ata tregojnë me gisht shtabin në përgjithshëm,
Por nga ana tjetër, domethënë më ka bërë përshtypje sot zakonisht Trumpi është shumë aktiv dhe bën gjithmonë komente etj. Sot ai ri i qetë dhe i heshtur si miu. Domethënë diçka do të Kështu thonë në Rusi si miu. Se ne e shohin si Luana dhe po nga Rusia shihet si miu. Ka ditë që ka heshtur, nuk ka thënë asnjë gjë. Okej. Domethënë ka qenë i heshtur dhe një diçka tjetër. Në mëngjes sot Mark Rubio u lidh me homologun e tij rus dhe ata domethënë folën për bisedimet e paqes dhe Mark Rubio i shfaqi domethënë ngushëllime homologut rus me rastin e aktit terrorist që ndodhi në Hepurud, ku humbën jetën 7 persona civil dhe mbi 80 persona dhe u plagosën. Po so hodher ura, ha? A e ura. Ura që ra në momenti që po kalonte treni i pasagjerëve. Ai operacion nuk është marrë përsipër. Ato operacion thotë Dulishane nuk e ka marrë përsipër Ukrainës. Nuk e ka marrë përsipër operacionin. Nuk e kanë marrë përsipër Ukrainës, po ja ngarkojnë përsipër rusët Ukrainës. Nëse ja ngarkojnë është tjetër gjë, po Ukraina se ka marrë përsipër. Ukraina zakonisht operacionit i merr përsipër ato që kryen. Jo gjithmonë. I ka dhe disa akte terroriste që ka bërë, ka ekzekutuar për shembull disa gazetar dhe domethënë aktivist të pro-rus, ajo nuk i kishte marrë përsipër, megjithatë inteligjenca ruse insistonte që këto janë organizuar nga Ukraina. Në këtë rast, juridikisht, Rusia nuk e ka shpallur Ukrainën përfundimisht, domethënë në përgjegjëse, pasi ndoshta është duke hetuar më tej, domethënë patjetër ka nevojë për hetim ngjarja. Ka nevojë për hetim. Dhe së është dhe i rasti, më falj, Misha, të kujtoj dhe atë rastin e asaj masakrës që u bë në teatrin në Moskë, që u akuzua me njëherë Ukraina dhe pastaj doli që ishte një grup terrorist i brendshëm, islamik, apo? Jo, ato kishin lidhje me shërbimet sekrete të Ukrainës, nuk kishin, apo kishin? Zyrtar insiston që ato ishin të lidhur me shërbimet sekrete të Ukrainës. Dhe gjithashtu aty ka pasur... Ato ishin njoftuar nga amerikanët që po ndodhte. Po pra, amerikanët kishin njoftuar, thotë Çare, se më kujtua dhe mua. Që keni kujdes do bëhet një... Po, i kishin dhënë informacione sakta. Në një nga objektet do ketë akt terrorist. Informacion i sakt, por nuk është vërtetuar që kanë qenë nga ana e Ukrainës. Edhe për sa i përket vetë shkatërrimit të urës në momentin që po kalonte treni me civil, pra me qytetar dhe jo target ushtarak, kjo nuk është marrë përsipër nga Ukraina, edhe pse do të mendonim në një variant apo skenar që mund të ketë qenë një dëm kolateral, megjithatë për sa kohë ky ka qenë një operacion i mirë kalkuluar me target të përcaktuar objekte apo infrastrukturë ushtarake, e bën të pamundur, të paktën edhe nga çfarë kemi dëgjuar, që të jetë një sulm nga Ukraina. Po, tani më thënë drejtën të edhësh Rusia nuk së është në luftë me Ukrainë. Malioni mos jem dakord sepse ka pasur dhe sulme të tjera paralelisht. Ka qenë goditja e një treni madhrash në një nga 4 rajonet e zëna nga Rusia dhe më tepër ka pasur dhe një dëmtim tjetër hekurudhor në të njëjtën kohë, në të njëjtën ditë, në të njëjtin rajon në Briansk, domethënë hekurudhor, ka pas një goditje tjetër. Kto janë vetëm veprimet të koordinuara që në fillim. Mund t'jenë edhe incidente, NATO-ja kur sulmoi në Serbi dhe në Kosovë ka godit një konvoj, ka godit një autokolon me shqiptar duke ikur. Është një incident që e pranoi NATO. Si të futemi në ring, ku godasim njëri tjetrin dhe temi pse ngoditet. Do thoya fakti që Rusia është luftë me Ukrainë nuk do të thotë që ajo nuk është ekspozuar ndaj akteve terroriste që vinë nga strukturat tjera, terroriste apo shërbime tjera, dhe kjo nuk do të thotë që rastet pa autor të i faturohen drejt për drejt Ukrainës. E ka themun, kjo është fiktive, përderisa nuk ka autor, po gjasat janë që Ukraina mos të ketë dorë, përderisa vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar Rusin që mund të ketë akte në disa objekte civile.
akte terroriste që ka nënkupton që Ukraina është 99% e përjashtuar nga ky rast. Po, Misha, për ta mbaruar atë që po thoje? Po, do me thënë dhe diçka tjetër, përsa i përket hetimeve, do me thënë këta avion strategjik kanë qenë të zbuluar, edhe pse bëjnë analizë dhe mediat këtu në Rusi, që pse këta avion ishin të zbuluar në fushë të hapur, do me thënë nga shiqarit dukeshin nga lartë, do me thënë shumë pastër, shumë... Kjo është një shenjë... Të pamaskuar. Ishin të pamaskuar. Po, dhe kjo ka një shpjegim, sepse duke filluar që nga viti 91, kur u nënshkrua marrëveshja e parë SNV-1 në mes Gorbachevit dhe George Bushit babait, do me thënë dhe më tej bires ka pasur SNV-2 të firmosur nga Medvedev dhe Obama në mos gaboj në vitin 2012, këto kanë qenë marrëveshje, do me thënë ku në bazë të kontrollit të armatimeve bërthamore ka qenë dhe kjo lënia e avionëve në fushë të hapur për të kontrolluar nga satelitët të reciprok të vendeve të kontrollues për të zhvilluar një kontroll të mëtejshëm të situatës. Do me thënë, në Rusi janë të mendimit që organizatorët e këtij sulmi genial dhe perfekt, siç e pohojnë gjithë, janë Britania e Madhe dhe me siguri do të ketë pasur dorë edhe informacioni i ardhur nga shërbimet sekrete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe në të shkuarën. Pasi është nënvizuar disa herë sot për shembull që ky operacion është përgatitur 1 vit e gjysmë, pra në këtë mënyrë ndoshta administrata e Trumpit do të distancohet të paktën në fjalë nga ky akt. Ndërsa, do me thënë, de facto, ndoshta ka Una mendojnë se mund të ketë edhe operacionet tjera të kësaj natyre. Thot, zoti Shala, mund të ketë operacionet tjera të kësaj natyre, kujdet? Mo tashti neve vetëm me hamendje flasim, po nga njerë, po logjika është kjo. Dakor. Po sepse çuditërisht para një jave dulen 2 milion dokumenta të armëve strategjike ruse dulen në treg. Po, sepse, do me thënë, edhe thonë tashti që me gjithse edhe Rusia, edhe Shtetet e Bashkuara në kohën e Bidenit, në vitet e fundit, do me thënë, e kanë denoncuar këtë aktin SNV-3 që i fundit fare, por pavarësisht se e kanë denoncuar de facto, de jure kanë denoncuar, de facto kanë vazhduar ta respektojnë atë për të pasur një qetësi, si thuash, ndaj njëri tjetrit, dhe si edhe pale amerikane, si edhe ajo ruse i kanë mbajtur avionët, do me thënë, në mënyrë të hapur. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pasur këtë lloj, le të themi, marrëveshje edhe pa fjalë me Rusin, që në kohën e Bidenit flasim, po të ti ketë transmetuar këto, do me thënë, informata dhe këto karta, do me thënë, palës ndërluftuese ukrainase, e kanë shkelur në besë Rusin. Përsa i përket sulmit, po? Përsa i përket që tha zoti Mihal, të Rusis sulm i përbindshëm ndaj Ukrainës, unë them që do ketë një hakmarrje pa tjetër, por them që ky operacion special i Ukrainës e shërbimit fshet Ukrainas paktën, që ja ka marrë përsipër, është një ngacmim për ta futur luftën në një fazë të re dhe ku vendet do të tregojnë se Rusia akoma nuk ka treguar potencialin e vërtet të saj. Është vërtet një kështjell kartoni dhe s'ka mundësi të përgjigjet, apo do të tregojë dhëmbët edhe do të ndodhi ajo dhe të futet një cikël 3 lufta. Kjo unë them që Rusia nuk mund të jetë atje ku e shet veten. Nuk mund të jetë potencialisht, nuk ka shanse ta fusi dhe ndërsa për sa i përket Ukrainës, ky investim do të vërtetohet shumë shpejt që është investim amerikan, sepse nuk do t'i kthehet Ukrainës kjo që bën në atë sulm të sofistikuar dhe mjaft efikas ndaj Rusisë, dhe në bisedime do të shikohet që kjo e bën të arsyeshme Rusinë në bisedime, po jo për çështjen e Ukrainës. Ukraina do ta paguajë atë që është plan të paguhet.
do të zonat rusisht folse, unë kam mendimin dhe janë gjitha gjasat që do t'i ketë dhe aktualisht pushtuara nga Rusia, do t'i ketë në bisedime të sigurta Rusia do t'i marrë. Por, situata është diku tjetër dhe lepuri flen diku tjetër në fakt, jo në pazarin me Ukrainën. Por ka shumë pazare që janë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull Ballkani, kush do jetë influenca ruse në Ballkan? Serbia përfundimisht do të dorëzohet në perëndim? Është emision tjetër. Dhe do ta bëjmë atë. Unë them që përfundimisht Ukraina nuk do ta marrë atë që ka bërë. Sepse realisht po vim te e para, te ajo që unë dyshoj. Nuk ka bërë Ukraina, por e kanë bërë shërbimet tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta bënë të arsyeshme Rusinë bisedime. Jo për Ukrainën, por për lindjen e mesme edhe për Ballkanin. Okej, ka vetëm 2 minuta. Patjetër. Po, vazhdo se... Që shumë të shkurtër, është një nga paqartësitë më të mëdhaja në këtë konflikt është pikërisht mungesa e një aktori në ekuacion që është Kina. Pasi 3 vendet apo 3 shtetet fuqitë e mëdha të cilat i kanë këto pajisje dhe këto armatime janë SBA, Kinë dhe Rusi. Dhe Rusia, ai ariu i madh është lënduar në mënyrë të konsiderueshme, kështu që do të mbetet e paqartë edhe një pikpyetje e madhe nëse Kina do të jetë tashmë në ndihmë të Rusisë hapur apo do të mbajë distancën e saj, por pa diskutim mendoj që ai efekti i Pearl Harbor që dhe zoti Shala përmendi është që patjetër SBA do të jenë të detyruara të angazhohen më tepër në këtë konflikt. Okej. Po. Para një javë këtu diskutuam që është e nevojshme që Ukraina të kalojë nga lufta reaktive në luftën proaktive. Lufta reaktive ishte vetëm prit sulmin dhe mbrojë. Proaktiva është pikërisht kjo që bëri. Pra Ukraina po kalon në një fazë tjetër të luftës. Është një moment tjetër që gjykoj që duhet sa për ta përmendur. Ky operacion mund të kthehet në një modus operandi. Pra një mënyrë veprimi dhe për këtë duhet të kenë shumë kujdes të gjithë shtetet anëtare të NATO-s për mënyrën se si mund të reagohet në raste të tilla dhe si duhet ruajtur armatimi strategjik. Sepse këtë që bëri Ukraina në Rusi mund ta bëjnë rusët në një vend tjetër të NATO-s. Okej. Zoti Toci, dua ta mbyll me ty dhe me generalin pastaj vetëm një konkluzion, një pikë, një nënvizim, se kam para pak kohë. Po, unë do të thosha që sulmi i Ukrainës dje është një pikë kthese, e para, e dyta është një mesazh për Rusinë, e treta është një mesazh për administratën Trump që Ukraina nuk ka humbur, Ukraina është aty për të fituar, dhe katra që duhet të them, do ta mbyll me një thënie të një nga eksponentëve më të lartë të Këshillit të Sigurimit të ish administratës Biden, Thomas Wright, i cili thotë, nëse presidenti Trump dëshiron një marrëveshje me Ukrainën, duhet të ndryshoj përqasjen ndaj Putinit. Okej, Gjeral? Siç tashmë u tha, do edhe unë shkoj në një linjë me konkluzionet që bashkëfolësit paraqiten, që kjo goditje shënoi një pikë të re kthese për sa i përket luftës apo agresionit rus në Ukrainë, që do t'i shkojë në vazhdimsi bisedimeve dhe nivelit politiko-diplomatik që do të vazhdojnë në të ardhmen, pa harruar që jo në sensin e hakmarrjes, por do thosha në sensin e reagimit, koha në të cilën jemi dhe periudha e verës deri nga vjeshta, kam një bindje në bazë të analizës që ata do t'i intensifikojnë veprimet dhe operacionet luftarake. Do kemi ofensivë ruse apo ukrainase? Në Ukrainë, jo ukrainase. Ruse, natyrisht. Dhe unë i qëndroja saj, nëse do doja ta mbyllja me një thënie të njërit nga diplomatët më të mëdhenj, do thoshta gjitha kohëra Henry Kissinger, që ka thënë që Evropa vazhdon të jetë e ngecur në të shkuarën që s'po heq dot prej saj dhe akoma se ka përcaktuar të ardhmen e saj. Kështu që nëse Evropa nuk do di të vazhdoj të reagoj në unison dhe e bashkuar si në nivelin e NATO-s, ashtu edhe Bashkimit Evropian, situatët të tilla të paparashikuara, por
dhe pa përgjigjen e duhur mund të ketë në të ardhmen. Faleminderit Gjeneral Prenga, faleminderit historian Gjetnoj, faleminderit Misha Pumo nga Moska, do doja të flitë më gjatë, po koha për fat keq mbaroi. Faleminderit që u riktheve në program. Kolonel Toci, kishte kohë që më bëje mungesa. Faleminderit Major Kolonel Shajre, gjithmonë ka bëhe dhe Major Jurgjina Sotiri. Shiko, këto titujt ushtarak unë ka përshtypjen që kanë atë sharmin e vet në një emision televiziv. Do bëjmë gati për pjesën e dytë, do bëjmë me situatën e opozitës, kemi një panel të jashtëzakonshëm, mbas publicitetit mos u largoni, do kemi debat pa parë, dhe unë do kaloj edhe Optika Luani, publicitet, dhe do jemi me panelin për diskutuar të ardhmen e opozitës shqiptare, dhe është spaku e vetmja opozit, pas pak.